Do t'ju tregoj një sekret të rushit që ndoshta dikush nga ju e di, por unë dua t'ja u kujtoj sepse ju dua fort. A e dini se nëse hani 150 gram rush pas darke, pra pas i keni ngërë darkën, ju ndihmon që të flini më mirë? Po, sepse përmban melatonin, dhe melatonina është thelbësore gjatë gjumit. Por tjetra që është akoma më e rëndësishme, ka disa që kërkojnë rushin pa fara. Gabim. Sepse farat e rushit janë akoma më të rëndësishme se vetë rushi, sepse ka disa antioksidant që bëjnë mirë jo vetëm për shëndetin ton, por edhe për trurin ton. Dhe të dini që rushi ndihmon edhe kundër plakjes. Po, nëse mbani mend në të gjithë filmat, kur shikojnë filmat të vjetër, për shembull edhe ata romak, romakët hanin rush të tillë dhe e dini se nga e kishin marrë nga egjiptianët e lashtë. Por egjiptianët e lashtë ata që ndërtuan piramidat, ata e dinin shumë mirë se çfarë përmbante rushi. Bile jo vetëm rushin, ka dhe produkte tjera që janë tepër të rëndësishme, por rushi ishte thelbësor, ishte një nga ushqimet, ose më mirë nga frutat që nuk mungonte kurrë, qoftë në Egjiptin e lashtë, pra në tavolinat e faraonëve, por qoftë edhe nga romakët. Sepse, siç ju thash, rushi është thelbësor. Kush nga ju e përdor rushin dhe sa e përdorni? Edhe pse, shiko, kam lexuar disa në komentet tuaja, disa thonë, mos e bëre kush e di se si, duhet keni parasysh diçka tepër të rëndësishme. Ne me kalimin e kohës do vi një moment që nuk do am fare, e di që dikush ajo do thotë tani u çmend na diri. Jo. Sepse si thuhet, më thuaj çfarë ha që të them se kush je. Pra atë që ti ha, atë ti tregon. Por ne kemi lindur që të mos ushqehemi me ushqim. Dhe kur hëngrëm mollën e dikurshme, atë mollën e famshme, nga i momentu bëm konsumator. Sepse tregohet që njeriu nuk konsumonte dhe ishte pikërisht ky problemi që filloi që të konsumonte. Në fakt, në shkrimet e para tregohet që njeriu jetonte deri në 900 vite, paraforsisht 1000 vjet, nga tekstet e lashta. Dhe nga momenti që ai filloi të konsumonte, filloi që të kishte edhe probleme, sepse të gjithë ato që ne ham, pra ajo që thash më përpara, ne vulosim ose bllokojmë qelizat tona dhe ky është problemi kryesor. Megjithatë, duhet të dini që frutat janë thelbësore, janë shumë të rëndësishme për momentin, sepse ne duhet të ambientojmë trupin tonë që qelizat tona mos të kenë atë problem që thash që të bllokohen. Dhe frutat janë thelbësore. Nëse keni vëre, frutat dhe jeshilloku janë gjërat kryesore ose ushqimet më të mira për trupin e njerëzit, sepse bëjnë mirë për shëndetin, jo vetëm për trupin, por edhe për trurin. Konsumoni rushin dhe dua t'ja buj zili tani. Hani